Konventa e Industrisë Drurit është ngjarje që nga viti në vit po e rrit standardin, po e thellon bashkëpunimin dhe po e forcon identitetin e industrisë sonë. Sot jemi këtu për të prezantuar punën tonë dhe për të dëshmuar që Kosova ka potencial të pashtrashëm, kreativitet të jashtëzakonshëm dhe horizont të gjerë zhvillimi. Në Kosovë, kur themi se punojmë me mishë me shpirt, tek industria e drurit që ju e zhvilloni dhe përfaqësoni, jeni ata që punoni me sharë e me vegla tjera, me duar e me përkushtim dhe dini ta ktheni madje edhe drurin në art. Dhe kjo është arsyeja pse kërkesa për produktet tuaja po rritet nga viti në vit, me qenë se ju nuk jeni vetëm shembuj konkret suksesi, por edhe një frymë e re në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Si qeveri po punojmë me kujdes e vëmendje për të krijuar një mjedis ku bizneset mund zhvillohen më lehtë, me më pak barriera e me më shumë mundësi. Këto përmirësime rrisin aftësinë e kompanive të përpunimit të drurit dhe të prodhuesve të mobileve, që të bashkëpunojnë më lehtë me partnerë ndërkombëtar, të sigurojnë investime të reja dhe të zgjerohen më shpejt drejt tregjeve të huaja. Kosova po ecën përpara me besim dhe me hapa të matur e të qëndrueshëm. Përmirësimi me 31 vende në indeksin e korrupsionit tregon se po bëhemi një shtet më i drejtë, më i përgjegjshëm, më i ndershëm dhe më i respektueshëm. Kjo besueshmëri institucionale është thelbësore për kompanitë të cilët kërkojnë partner të jashtëm, ose që duan të hyjnë në kontrata afatgjate në tregje ndërkombëtare. Gallup International e vlerëson Kosovën si vendin më të sigurt në Evropë dhe të tretin në botë për rend dhe siguri. Ky është një sinjal i qartë për partnerët ndërkombëtar se Kosova është një vend i parashikueshëm, i qëndrueshëm dhe i besueshëm për bashkëpunim dhe investim. Kosova kryeson në rajon për përmirësim të lirive, demokracisë dhe të qeverisjes. Me këtë po e dëshmojmë së bashku se vendi po forcohet ekonomikisht dhe institucionalisht, një faktor vendimtar për kompanitë që duan të ndërtojnë besim te partnerët global. Borxhi i ulët publik, vetëm 17% të bruto produktit vendor, deficiti i zvogluar nga 512 milion euro në vetëm 25 milion euro, dhe të hyrat rekord tregojnë disiplinë makroekonomike dhe stabilitet fiskal. Kjo na bën një partner të besueshëm për botën, duke rritur besimin e investitorëve të kompanitë vendore që kërkojnë financim, qoftë makineri, teknologji apo zgjerim. Rritja mesatare ekonomike në këto 4 vitet e fundit prej 6%, zgjerimi i bruto produktit vendor vitin e ardhshëm në 12 miliard, qarkullimi i bizneseve i rritur për 81%, dhe eksportet e dyfishuara dëshmojnë që Kosova po ngritet dhe po rritet dhe po e konsolidon pozitën e saj si ekonomi moderne dhe konkurruese. Dhe kjo natyrisht fal të gjithë juve ndërmarrës që jeni këtu dhe shumë të tjerë që nuk janë sot në këtë takim të përbashkët. Në këtë panoramë zhvillimi, industria e drurit qëndron një mend si një shtyllë e artë. Ju keni treguar se tradita nuk është e kundërt me inovacionin. Përkundrazi është baza e qëndrueshmërisë së tij. Made in Kosova në këtë sektor po fiton terren në tregjet evropiane dhe rajonale, jo si kompromis i cilësisë, por si garanci e saj. Mjeshtria artizanale, dizajni bashkëkohor, përkushtimi ndaj cilësisë, puna e ndershme e secilit prej jush, inkuadrimi gjithnjë më shumë i punëtorëve të kualifikuar e të zot, të gjitha këto së bashku po e ngrejnë industrinë tonë në një nivel të ri. Ka konkurrencë të fortë, ka kërkesa gjithnjë në rritje për teknologji të reja dhe për profesionistë gjithnjë e më të kualifikuar. E në këtë rrugtim, qeveria juaj është partneri juaj. Ne jemi këtu për t'ju mbështetur, për t'ju fuqizuar dhe për t'ju hapur rrugë të reja zhvillimi.
Prandaj po investojmë në arsim profesional dual, që të kemi të rinj të gatshëm që hynë në punë me aftësi konkrete, që mësimin e detyrave dhe të funksioneve që i kryjnë në fabrikat e juaja, ta merë parën shteti dhe jo biznesi, digitalizim të shërbimeve, që ju të fokusohni në prodhim e jo në dokumente, inovacion dhe makineri moderne, që çdo kompani të ketë bazën për të qenë konkurrente me më të mirët në rajon e në Evropë, ashtu gjithnjë më pak të dëgjojmë nga bizneset tona që do të kisha mundur edhe më shumë, edhe më mirë, vetëm ta kisha këtë makinën e re që porsa u prodhua diku në Evropë. Pastaj rritjet kapaciteteve eksportuese, sepse produktet tuaja meritojnë tregje më të mëdha, dhe standardet qëndrueshme të menaxhimit të pyjeve, që rritja e industrisë të jetë edhe e përgjithshme, edhe e qëndrueshme dhe gjithnjë më shumë edhe nga lënda e parë vendore me aq sa kemi mundësi. Ne besojmë te talenti juaj, ne besojmë te puna juaj, ne besojmë te forca e kësaj industrie për ta quar Kosovën në tregje më të avancuara. Vizioni ynë është i qartë. Kosova të bëhet qendër rajonale e prodhimit të mobileve dhe produkteve të drurit. Të bëhet një vend i cilësisë, i shpikjes, i dizajnit. Një vend që prodhon materiale dhe identitet. E për këtë duhet fillojmë secili nga vetja jonë. Për shembull, në zyrën e kryeministrit, aty ku i presim mysafirët, edhe karriget, edhe tavolinat janë produkte tuaja. E kjo është mirë që të ndodhë në të gjitha institucionet e shtetit, përmes jush, po bëhemi një vend i cilësisë, i shpikjes dhe i dizajnit. Një vend që prodhon materiale dhe identitet. Së bashku, si shtet, si industri, si shoqëri, le ta vazhdojmë këtë rrugtim me vizion të qartë dhe me besim të palëkundër. Dhe më vjen aq mirë kur porsa hyra në këtë sallë, majtas ishte një dron i punuar si model prej drurit. Dhe lajmet e fundit tregojnë që Gjermania po ndihmon Ukrainën për prodhime të tilla të dronëve prej druri që nuk detektohen nga radarët dhe falenderoj për këtë informacion Kreshnik Shehun, i cili në vend se të thotë mirëmëngjes ma tregoi këtë storje. Është vërtet nder dhe kënaqësi e veçantë jemi së bashku sot në edicionin e 8 të Konventës së Drurit, që shënon një ngjarje që po kthehet në platformën kryesore të bashkëpunimit, inovacionit dhe vizionit për të ardhmen e sektorit të drurit në Kosovë. Industria e drurit dhe mobilerisë ka qenë gjithmonë një prej sektorëve më të qëndrueshëm dhe më kreativ të ekonomisë sonë. Kjo industri ndërthur mjeshtrinë tradicionale me potencial të jashtëzakonshëm modernizimi. E sot ky sektor nuk përfaqëson vetëm prodhim, por edhe inovacion, edhe dizajn, eksport dhe krijim të vendeve të punës cilësore. Kosova ka mundësinë të pozicionohet si një prodhuese, konkurruese dhe kreative. Sektori i drurit është një nga kontribuesit më të fuqishëm në uljen e deficitit tregtar të Kosovës. Eksporti i produkteve të drurit është i fokusuar kryesisht në 3 tregje, në Zvicër me 25% të eksporteve, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 16% të eksporteve dhe në Gjermani me 15% të eksporteve. E nga studimi për nevojat e industrisë për staf profesional, që është i realizuar nga Ministria e Industrisë, rezulton se industria e drurit dhe mobilerisë krijon mundësi të rëndësishme punësimi, veçanërisht për të rinj dhe profesionistët e rinj të zanateve. Prandaj, përmes arsimit profesional, trajnimeve duale dhe bashkëpunimit me biznese dhe shkolla profesionale, ne mund të ndërtojmë një fuqi punëtore të aftë, kreative dhe të gatshme për sfidat e tregut modern. Të dhënat e fundit tregojnë se kemi një rritje të qëndrueshme të sektorit të drurit për punësim, pra vetëm në vitin 2024 sektori i drurit numëron 10.941 punëtor, që është një rritje prej më shumë se 31% e krahasuar me vitet 2022 dhe deri në 2024. Për më shumë, programet mbështetëse nga Ministria e Industrisë
ndërmarrësisë tregtisë të zbatuara nga Agjencia Kiesa kanë pasur një ndikim të drejtë për drejtë në transformim teknologjik të industrisë, në blerjet makinerive përmes mbështetjes në blerjet makinerive moderne, automatizim industrial, pjesëmarrje në dhjetra panajire për çdo vit, ku kanë fuqizuar ndërmarrjet tona me prezencën e tyre dhe kanë rritur kapacitetet eksportuese të Kosovës. Këtu shpreh mirënjohjen edhe për shtetin mik të Luksemburgut që i besoi Agjencisë Kiesa dhe me 3 skemat e këtyre granteve ka përkrahur në vlerë prej 4.4 milion euro. Të nderuar të pranishëm, Konventa e Drurit 2025 është një mundësi unike për të bashkëpunuar, për të shkëmbyer ide dhe krijuar mundësi për të rritur vlerën e këtij sektori. Sot më shumë se çdo vit tjetër jemi këtu, jo vetëm për të folur për sektorin tonë, por për të festuar fuqi e përbashkët të vizionit, inovacionit dhe guximit. Industria e drurit nuk është vetëm ekonomi. Ajo është histori pune, është pasion, është zanat dhe kreativitet. Është dëshmi që Kosova mund të prodhoj, të eksportoj dhe të konkuroj me më të mirët. Këtu kemi kompani që ka nisur si punishtë të vogla dhe sot eksportojnë në 3 ndërkombëtare. Sot eksporti kompanive të industrisë së drurit është 160 milion, që ka mbi 20% rritje në raport me vitin e kaluar. Kemi partner ndërkombëtar që besojnë se Kosova dhe të Kosova dhe investojnë në zhvillimin tonë dhe unë jam thellësisht mirënjohëse për secilin prej jush. Të dashur pjesëmarrës, ardhmja e sektorit tonë nuk vjen vetvete. Ajo kërkon guxim për të bërë ndryshim, për të modernizuar, për të investuar, për të ngritur standardet dhe për të përballur me sfida të reja. Dhe pikërisht sot kjo konvent është një thirrje motivuese të mos shikojmë se ku jemi, po ku mund të shkojmë. Të mos matemi me kufizimet, por me potencialin që ne e kemi. Të mos krahasohemi me të tjerët, po me verzionin më të mirë të vetës. Unë besoj se industria e drurit në Kosovë është në prag të një epoke të re. Besoj sepse e shoh përjashta këtu tek secili për ju, tek vullneti për të bashkëpunuar, tek dëshira për të besuar, tek guximi për të provuar diçka më të madhe. Është nder dhe përgjegjësi e veçantë për shoqatën e përpunuesve të drurit të Kosovës që sot hapim konventën e 8 të industrisë së drurit. Një ngjarje që tashmë është bërë platforma kryesore kombëtare për zhvillim, inovacion dhe bashkëpunim në sektorin tonë. Industria e drurit është një nga sektorët më dinamik të ekonomisë sonë, me potencial të jashtëzakonshëm për rritje, eksport dhe punësim cilësor. Sot, më shumë se kur, na kërkohet të investojmë në digitalizim, kualifikim profesional dhe partneritete të forta ndërkombëtare. Kjo konvent mbledh bashkë institucionet, akademitë, donatorët, kompanitë prodhuese dhe të rinjtë tonë kreativ. Kjo është prova më e mirë se suksesi i këtij sektori ndërtohet vetëm përmes bashkëpunimit. Në emër të shoqatës përpunuesve të drurit të Kosovës, falenderoj qeverinë e Kosovës, partnerët ndërkombëtar dhe të gjithë kontribuesit që po e mbështesin industrinë tonë drejt standardeve moderne evropiane. Ju uroj një ditë të suksesshme pune, me diskutime, ide të reja dhe partneritete të reja që çojnë sektorin e drurit edhe më përpara. Faleminderit dhe mirë se erdhët në konventën e 8 të industrisë së drurit. It's a great honor to address you today at the 8th edition of the Wood Industry Convention. Allow me to begin by expressing my sincere appreciation to the Association of Wood Processors of Kosovo for bringing together such a dynamic community of entrepreneurs, innovators, and partners committed to the future of this important sector. Kosovo wood processing industry reflects the country's creativity, entrepreneurship, and its determination to build a competitive, modern economy. Luxembourg is privileged to accompany and support these achievements. As global markets evolve, 3 factors will increasingly determine competitiveness and long-term success: automatization, design,
and access to finance. First, automatization. To meet industrial standards and increase productivity, companies must embrace modern technologies and advanced production processes. Automatization boosts efficiency, enhances precision, and contributes to a more sustainable and competitive industry. Let me go straight to my main message in my speech. Kosovo has tripled the furniture export to Sweden for the past 3 years. It's from a low level, but it's a good pitch and it sounds good. But you know, it's an extraordinary figure that we have tripled the level. You have tripled the export to Sweden. So we are going full steam ahead on this. So I'm very pleased about that part. I wanted just to mention a couple of things. When you think about Sweden and wood and furniture, you might think about IKEA, right? You know the story about IKEA. When Mr. Ingvar Kamprad was a young boy, he started selling furniture without any financial support or any support from his parents. Today, IKEA has 216,000 co-workers with a global sales of 45 billion euros in 63 countries. I know there's one country missing, I know that. But we'll get there as well. So we have a long tradition of the wood and furniture industry in Sweden. But as you know, we're also a very creative country overall. In September, the Global Innovation Index placed Sweden in second place after Switzerland as the most creative nation in the world. This Saturday, the Swedish Minister of Trade, Benjamin Dousa, in a radio interview, said that during the past 5 years, Sweden have had more new stock listings.